Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama njëherëzi edhe kreu i Partisë Socialiste ka zhvilluar një takim me pensionistët në Gjirokastër në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit. Kryesocialisti deklaroi se synojnë që pensionin minimal në vend ta çojnë në 200 euro, ndërsa atë mesatar në 400. Kandidatët e Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër janë dalur në fshatin Piskov të Bashkisë Përmet. Gjatë një bashkëbisedimi me banorët, kandidatët kanë kërkuar mbështetje në 11 maj. Turizmi familjar në zonat rurale të Lipohovës po njeh zhvillim fal iniciativës së fermerëve. Fermeri Gëzim Shyti thekson se turistët e huaj janë të interesuar për natyrën dhe kulinarin lokale, por për të mbijetuar këto nisma kërkojnë mbështetje dhe subvencionim nga shteti. Guri bluar në Mokra, tradita shekullore, vazhdon të ruhet dhe të përgatitet me përkushtim nga çifti bashkëshortëve Zerdeli dhe Gjergji Jorgji nga fshati Kosin i Bashkisë Përmet. Ky ushqim ka vlera të jashtëzakonshme, pasi gruri bluar në Mokër ruan të gjitha vetit natyrale duke arritur të mbajë gjallë shijen e së kaluarës. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama njëherëzi edhe kreu i Partisë Socialiste ka zhvilluar një takim me pensionistët në Gjirokastër në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit. Kryesocialisti deklaroi se synojnë që pensionin minimal në vend ta çojnë në 200 euro, ndërsa atë mesatar në 400. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama në kuadër të fushatës për parlamentarët e 11 majit, këtë paradite ka ndaluar në Gjirokastër një takim me pensionistët e qytetit. Kryeministri i Shqipërisë tha se problemi i pensioneve ka nisur nga ata që sot janë në opozitë, të cilët vendosën një tavan për pensionet. Siç e pat këtu, kishim rastin e parë me pension të paplot për shkak të një numri vitesh në sigurime të ndërprer nga emigracioni, ku zotria pas një periudhe të caktuar që ka kontribuar këtu për pensionin e tij, ka shkuar në Greqi dhe praktikisht i ka ndërprer kontributet këtu dhe me indeksimet që janë bërë sot ai merri pension 170 euro. Kishim rastin e zyshës Zanës, që ka sigurime kontribute të plota, por ka dalë përpara reformës dhe ç'a ndodhte përpara reformës. Se kjo është katastrofa që është në bazën e gjithë kësaj historie, edhe që e kanë bërë ata të cilët sot ju shajnë hallin pensionistëve, e kupton apo jo, se kjo është kulmi. Përpara reformës ndodhen dy gjëra të rënda. E para, ju e dini më mirë nga të gjithë, u shkatrua gjithë baza prodhuese e vendit, u nxorën të tërë në rrugë, edhe 40 vjeç u quajtën pensionistë. Mëtej Rama sqaroi dhe objektivat e Partisë Socialiste që kanë lidhje me pensionet, ku sipas tij objektiv është që pensioni minimal të jetë 200 euro dhe mesatari atyre që janë me kontribute të jetë 400 euro. Ne kemi bërë një hap që për te indeksimeve që janë ligjore, janë detyruese, nuk diskutohen fare dhe bëhen në mënyrë të vazhdueshme siç e ka ligji. Madje ne kemi bërë dhe 2 herë në vit në 2 raste. Duke pas parasysh rritjen e çmimeve, kemi bërë 2 herë. Për te indeksimeve ne kemi vendosur që duke qenë se tani jemi në një fazë rritje të qëndrueshme të ekonomisë dhe duke qenë se kemi të ardhura që të i kalojnë parashikimet, atëherë bazuar në këtë, kemi vendosur që ta ndajmë për pensionistët një bonus i cili është bonusi i fundvitit dhe bonusi i pranverës, dhe të dy bashk nga dhjetori në shkurt të këtij viti, ne faktikisht kemi ndarë
265 milion euro, vetëm për pensionistë. Kemi përcaktuar dhe 2 piketa të tjera në mënyrë të qëndrueshme, kemi shtuar rreth 300.000 kontributor të tjerë, pra sot nuk luhet me sigurinë shoqërore siç luhej dikur që as nuk i kërkonte njeri, që të arrijmë që të kemi një pension minimal 200 euro, pra pavarësisht se ke punuar, s'ke punuar, ke bërë ç'ke bërë, pensioni minimal të jetë 200 euro, dhe të arrijmë që për të siguruarit të kemi një pension mesatar 400 euro. Këto janë dy objektivat. Tani, kush ju thot juve, të tjera, ka dy arsye që i thot. Kush thot të tjera, më besoni, ka dy arsye që, sepse i kemi rënë kësaj pune nga të katër anët. Kemi marrë ekspertizë nga të katër anët. More nga institucionet, që nga Banka Botërore, e tjerë, more nga ekspert pavarur ndërkombëtar, more këshilltarin që unë kam për ekonominë që ka qenë për 10 vjet drejtuesi i grupit ekonomik të Angela Merkelit, e kemi vënë edhe atë të na jap opinionin e tij. Profesor Ricardo Hausmannin që drejton qendrën për zhvillim ndërkombëtar në Harvard, po ju them që kjo që ne kemi përcaktuar si objektiv, ky objektiv është ambicios, nuk është i lehtë, por ne do bëjmë çmos që ta arrijmë. Të tjerat, këto që ju thonë, janë të gjitha rruga drejt humnerës. Ose sepse nuk e kam problem rrugën drejt humnerës, dhe ju e dini shumë mirë kush nuk e ka problem rrugën drejt humnerës, e keni shumë të qartë, e njihni mirë, edhe prandaj e keni vënë kufirin atje larg. S'ka këtu, e ka kufirin shumë larg. Ja jeni vënë kufirin me kohë se ju jeni dhe Gjirokastrit edhe lapsin e njihni më mirë se atjerët. I bini lapsit edhe nuk ka shans që maja lapsit të thyet nga qefi, është llogaria, ose pastaj nuk din çfarë flasin. Nuk din çfarë flasin dhe thonë hajde, ta haj kush ta haj, ta besoj kush ta besoj, që ne do t'i bëjmë pensionet kështu, do t'i bëjmë pensionet ashtu, e pastaj të marrim të kapim në një vot të shkojmë në parlament. Dy janë. Dhe duke qenë se u prek çështja e mësuesve, dua të them këtë. Ajo që tha Zuzana është mos e vërtet. Dhe nuk është problemi thjesht i pagës. Problemi i mësuesve ishte problemi i autoritetit, i rënë për tokë. Mësuesit ishin katandisur në pengje. Pengje të politikës, pengje të, siç përmendi Zysha, halabakëve që vinin në rrotull shkollës, pengje të vetë nxënësve që ishin çoroditur komplet dhe s'kishin asnjë siguri për punën e tyre. Sot i jepnin te Asim Zeneli, nesër gdhieshin, i kishin flakur diku tjetër se do vinte një mësues që s'kishte as arsim për katës. Llogaritë kur ne kemi filluar këtë punë, kishte afro 5.000 mësues pa arsimin për katës. Pra mësues që kishin mbaruar biologji dhe jepnin fizik, kishin një krushk, kishin një parti, kishin një kudiun se çfarë, pagonin lekë kudiun. 5.000 në sistem. Dhe pagën mesatare aso kohë në sistemin publik ne kishim 370 euro. Kandidatët e Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër janë ndalur në fshatin Piskov të Bashkisë Përmet. Gjatë një bashkëbisedimi me banorët, kandidatët kanë kërkuar mbështetje në 11 maj.
Piskova ka qenë ndalesa e radhës e kandidatëve për deputet të koalicionit opozitar Aleanca për Shqipërinë Madhështore PD. Problematikat me të cilat ndeshet kjo njësi administrative kanë qenë në fokusin e diskutimit dhe denoncimit nga ana e banorëve tek kandidatët për deputet të opozitës profesor doktor Tritan Shehu, Bajram Hysa, Arben Ristani dhe Alma Kore. Banorët e Piskovës kanë denoncuar tek kandidatët e opozitës problematikën e ndotjes ujit të pishëm dhe të djegjes së mbeturinave në vend grumbullimin pranë këtij fshati. Drejtuesi politik i qarkut Gjirokastër Tritan Shehu ka bërë fajtore për këtë problem ministren e linjës dhe deputeten e zonës Mirela Kumbaro, e cila po helmon banorët dhe njëkohësisht dëmton zonën e mbrojtur sikurse është lumi Vjosa. Shera parë që unë ngrë çështjen këtu në Piskovë pikërisht të dëmtimit të madh të ambientit. Të një krijimit të një vendi depozit mbeturinash në buzë të një proji që shkon deri në Vjosë, gjë që nuk është e re. Të tillë kemi edhe në Kërcyr, një depozit të madhe mbeturinash, të tillë kemi edhe në vende të tjera këtu, duke shkatruar Vjosën, duke shkatruar jetën dhe shëndetin e qytetarëve, siç jeni ju, duke krijuar padyshim një ambient të papërshtatshëm për të jetuar. Po jo vetëm kaq. E dini diçka juve? Që unë kam ngritur në parlament dhe kudo që në Vjosë derdhen të gjitha ujërat e zeza të qarkut. Të gjitha ujërat e zeza të qarkut derdhen në Vjosë. Të gjitha pikrisht. Të gjitha plerat grumbullohen në buzën e Vjosës dhe pastaj shtyhen natën dhe hidhen në Vjosë ose hidhen ndaj proje atë që i çon në Vjosë. Vepër kriminale kjo. Vepër kriminale i regjimit që shkatron ambientin dhe pastaj quhet Vjosa park kombëtar, mbrojtje e UNESCO dhe tjera me radhë. Dhe e dini ju kush është personi më përgjegjës për të gjë? Është Lubi Kumbaro. Është Lubi Kumbaro. Ajo që është deputetja juaj e Partisë Socialiste dhe ministre të ambientit. Dhe Lubi Kumbaro firmos për ngritjen e këtyre qendrave, grumbullimit plerave dhe di shumë që ato plera hidhen në Vjosë. Është Lubi Kumbaro, e cila firmosi për shkatrimin e atit pyllit të madh atje, midis Tepelenës dhe Gjirokastrës, një vepër absolutisht kundër ambientit. Është Lubi Kumbaro ajo që duhet të mbronte ambientin, po shkatron ambientin, ka shkatruar Vjosën dhe s'po bën asgjë. Ju e dini që ka disa vite që Lubi Kumbaro thotë që ka siguruar 80 milion euro për bonifikimin e Vjosës, ku janë? Unë shtrëpyeten ku janë? Asgjë s'është bërë. Ja miratuam dhe në parlament atë fond. Dhe këtu s'është bërë asgjë akoma. Pra, realisht, tu është një vepër kriminale e këtij regjimi. Është një vepër e Lubi Kumbaros dhe tjerëve, të cilët kanë krijuar të shkatrim të Vjosës, të shkatrim të natyrës këtu, të shkatrim të jetës tuaj, keni mbledhur këtu. Por ama, unë mendoj se ka ardhur momenti të mendojmë qartë të gjithë bashkë për të ndaluar të revansh, për të ndaluar të përbuzje që kanë këta ndaj qytetarëve, ndaj jush, këtu me Lubi Kumbaron, atje tjetër me atë tjetër që është në Tiranë, duke krijuar një shkatrim të jetës qytetarëve të ambientit. Dhe kjo e di pse bëhet. Kjo bëhet për arsye korruptive, klienteliste. Pse u prej pylli atje, midis Tepelenës e Gjirokastrës, u shkatrua. Pse janë lejuar dhe janë krijuar këto grumbullje plerash afër Vjosës apo atje afër ujrave që shkojnë në Vjosë? Pse? Pikërisht për korrupsion, i bazë korruptive. Dhe firma këtyre është e Lubi Kumbaros. Unë e akuzoj dhe të jeni të bindur që mbas 11 majit akuzat do jenë direkt në nivelin e drejtësisë. Dhe të jeni të bindur që ata të cilët kanë bërë të sot të krime ndaj ambientit do të përgjigjen ligjërisht përpara drejtësisë, sepse kanë shkatruar jo vetëm ambientin, po dhe jetën e shëndetin e qytetarëve. Unë jam këtu sot me kandidatët për deputet Partisë Demokratike të qarkut Gjirokastrës. 3 nga ne që jemi sot, që jemi këtu. Jam me Almën, pedagoge, ekonomiste në universitet, figure shquar. Jam në profesor Bajramin, absolutisht njëri që merr me shëndetësinë, ish dekani i Fakultetit të Mjedisë. Në Albanistanin, një personalitet i politikës shqiptare. Kemi ardhur që jo rastësisht të bashku. Kemi ardhur për të thënë se ata të cilët kanë shkatruar këtë natyrë dhe po shkatrojnë shëndetin tuaj do të përgjigjen.
për t'ju thënë se këto gjëra nuk do ndodhin më masimet majt. Për t'ju thënë se Vjosa do kthehet përsëri, do jetë një park kombëtar i vërtet, ku nuk do ketë derdhë urësh të zeza, ku nuk do ketë hedhje mbeturinash, që kanë shkatruar të mrekullitë të natyrës. Prandaj ne kemi ardhur të gjithë bashkë këtu. Jo rastisht kemi ardhur. Kemi ardhur të takojmë dhe t'ju premtojmë. Brenda programit ton, për qeverinë e Ashme Berisha, që këto gjëra do marrin rrugë. Banorët kanë apeluar për zgjidhjen e kësaj problematike që është në kushtet e emergjencës. Ujin e pishëm se po pim ujë të qelbur, të banjave po pim. Edhe nuk na i zgjidh njeri problemin. Kam dhe një problem tjetër, ne duhet të kemi një doktor në përmet. Se ne sa të vemi në Gjirokastër na diq një vajzë e re, sa vajti në Gjirokastër mbaroja. Ne duam doktor në përmet. Ikim tjera. Aha, na gënjeu, na mastroj, na nuk na bëj. Edhe neve rrim kështu, dëgjojmë çorçe. Çfarë dëgjojmë? Kojën na njëra këto banjo. Dëgjojmë, kojën na njëra. Ndërkaq edhe kandidatët për deputet të Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër, Bajram Hysa, Arben Ristani e Alma Kore, kanë mbështetur kërkesat e banorëve të Piskovës duke premtuar se kjo situatë do të marrë zgjidhje emergjente, fill pasi Partia Demokratike të vijë në pushtet. Ndaj është imperative vota për numrin 1 pasi në këtë mënyrë problemet sociale dhe ato që dëmtojnë shëndetin e njerëzve dhe ambientit do të marrin dimension zgjidhje të karakterit emergjent. Do të jam vjen për hapje sëmundje. Do të thotë të mohosh vlerat njerëzore të gjithë kësaj treve. Do të thotë të dëmtosh të ardhmen e fëmijëve. Në qoftë se ne do të integrohemi në Evropë, ne nuk mund të integrohemi në ambient të ndotur. Nuk mund të integrohemi me ujë të pasigurt. Siç varfrojnë, siç i mbajnë me dru njerëzit, duan t'ju ndosin dhe ambientin që t'i largojnë. Ju ndosin ambientin, ju ndosin ajrin, ju ndosin ujin, siç po flasin njerëzit këtu në Piskovë, për t'i ndotur dhe për t'i larguar. Prandaj në 11 maj, zonja, në 11 maj duhet votojnë gjithë për Partinë Demokratike dhe për kandidatët e saj, në mënyrë që këta hajdutër t'i largojmë, në mënyrë që të kthejmë bitë tanë, të kthejmë në shtëpi. Si nëna, si motra, ne dim shumë mirë se do të thotë kesh ujë të ndotur. E dim shumë mirë do të thotë të na smuren fëmijët, të na smuren familjarët tanë. Kjo është kryesorja. Sidomos në gratë e ndihem më shumë se kushdo tjetër. Problemi që ngritet për mjekun është jashtëzakonisht e vështirë. Disa spitale nuk ka ashtu të vetë për një bajame për një temperaturë në Gjirokastër. Gjithë në rrugës të mbaroj. Kjo është kriminale. Kjo është një qeveri kriminale. Turizmi familjar në zonat rurale të Libohovës po njeh zhvillim fal iniciativës fermerëve. Fermeri Gëzim Shyti thekson se turistët e huaj janë të interesuar për natyrën dhe kulinarin lokale, por për të mbijetuar këto nisma kërkojnë mbështetje dhe subvencionim nga shteti. Zhvillimi i turizmit në zonën e Gjirokastrës ka nxitur fermerët në zonat rurale për të çelur aktivitete të turizmit familjar, të cilët për të mbijetuar ka nevojë për mbështetje dhe subvencionim nga shteti. Në fshatin Nepravisht, familja Shyti prej disa vitesh administron një aktivitet turistik me të cilin siguron të ardhurat e përditshme. Pjesë e tij është kampingu i ndërtuar në mënyrë tradicionale, një fermë për rritjen e kafshëve dhe shpendëve edhe kultivimin e prodhimeve bujqësore bio e të tjerë. Fermeri Gëzim Shyti shprehet se turistët janë të interesuar për t'u akomoduar, ndërsa preferojnë vlerat natyrore si dhe kulinarinë e zonës. Ushqime tradicionale bio të fshatit. Shikojnë në terren. Blektorin duan kanë qejf të shkojnë lopët, delet, pulat. Shumë mirë të, bravo. Na pëlqen shumë. Edhe ushqimet si të tillë. Pjesa më e madhe turistëve janë të huaj dhe i tërheqin aktivitetet të tilla që promovojnë vlera natyrore, si dhe traditat e fshatrave të Gjirokastrës. Të gjitha kanë ardhur kanë qenë të kënaqur. Ja këta që kanë ardhur tani do ditë do një javë. Nga nuk vinë, nga Spanja vinë, nga Gjermania vinë, Amerika kanë ardhur. Gjermani, nga vendet Holanda.
për ecurinë dhe mbijetesën e aktiviteteve turistike në fshatra, fermerët kërkojnë mbështetje dhe subvencionim nga strukturat shtetërore. Po të mundojmë, po, do në qik. Do në qik ndim nga shtetin, se përballet. Ka shpenzime. Aktivitetet e turizmit në zonat rurale pasurojnë hartën e vizitueshmërisë së Gjirokastrës, duke i bërë më interesante itineraret dhe udhëtimet turistike. Pranvera sapo ka ardhur dhe në këtë stin shtohen edhe rastet e pacientëve me alergji. Mjekja Joana Ciko bën me dije se çdo pacient duhet të diagnostikohet sa më parë për të parandaluar problematikat në vijim. Ardhja e pranverës ka sjellë edhe shfaqjen e simptomave të para të alergjisë. Mjekja Joana Ciko thotë se kanë filluar të shtohen rastet, rreth 5 vizita në ditë. Simptomat më të shpeshta të pacientët janë teshtima, koll, bllokim në frymarrje dhe problematika në lëkurë. Me stinën e pranverës janë shfaqur simptomat e para të alergjisë tinore tek pacientët të cilët paraqiten në ambulancë. Kemi rreth 4-5 vizita të cilët pacientët të cilët kanë simptoma nga të gjitha sistemet, por kryesisht nga sistemi respirator, shfaqin teshtima të vazhdueshme, koll të thatë, rrjedhje, bllokim hundësh, probleme me frymarrjen. Gjithashtu ka dhe problematika nga lëkura, skuqje, kruarje të lëkurës, irritim dhe deri në shfaqje të dermatitit atopik, i cili duhet të trajtohet mëtej me medikamente dhe kremra kortizonik. Mjekja Ciko thekson se probleme më tepër kanë shfaqur pacientët azmatik, ndërkohë që apelon për të gjithë qytetarët që të mos neglizhojnë simptomat dhe duhet të kryejnë diagnostikim të hershëm. Alergjia ka prekur nga moshat më të vogla mbi 1 vjeç, kemi parë raste të fëmijëve mbi 1 vjeç, edhe deri tek mosha 60 vjeç, të cilët kanë sëmundje kronike si astma bronkiale, e cila me stinën e pranverës dhe me alergenet të cilët e ndikojnë këtë sëmundje janë përkeqësuar nga frymarrja dhe kanë hasur vështirësi në frymarrje. Diagnostikimi i hershëm i alergjisë që nga mosha e vogël, duke qenë se është sëmundje e trashëguar, ndihmon shumë në parandalimin dhe në trajtimin e dur. Parandalimi mund të bëhet duke qëndruar larg kontakteve dhe alergenëve të cilët e shkaktojnë alergjinë dhe trajtimi është simptomatik me medikamente antihistaminike kundër alergjisë dhe medikamente kortizonike në raste më të rënda. Një mënyrë tjetër e mbrojtjes nga alergjitë është edhe vaksinimi dhe marrja në kohë e medikamenteve të duhura. Bashkia Tepelen ka përkujtuar një nga çetat më të rëndësishme të shekullit të 19, atë të bilbilenjve. Në fshatin Regjin tashmë qëndron busti i bronzit i komandantit të saj, Bilbil Shaka, i cili u realizua me kontributin e banorëve të zonës. Në Regjin të Kurveleshit u inaugurua busti i komandantit të çetës heroike të bilbilenjve, Bilbil Shako. Banore e personalitetet të shquara të zonës morën pjesë në ceremoninë solemne të organizuar nga Bashkia Tepelen, ku folën për rolin e kësaj çete që veproi në vitet 1850-1860 duke sulmuar karvanët ushtarak turq, duke bërë që për shumë vite t'i rinin larg krahinës së Kurveleshit. Bilbilin 13 është një histori frymëzuese, si një legjendë e ndritur e popullit shqiptar, e cila ka mbetur e skalitur në kujtesën kombëtare, simboli guximit, sakrificës dhe dashurisë për atë dheun. Bilbilejnë nuk ishin thjesht luftëtar, ata ishin edhe mbrojtës të vegjilisë. Çeta e tyre nuk ishte thjesht një episod historik, por një simbol i luftës kundër çdo forme të padrejtësisë. Nuk ishin kaçak në kuptimin klasik bilbilet. Bilbilet ishin humanist të mëdhenj. Ata kishin dalë të luftonin kundër pushtuesit, sulmonin garnizonet osmane, sulmonin karvanet osmane që furnizonin trupat të turke dhe ndihmonin njerëzit e varfër, njerëzit e pambrojtur. Populli i mban mirë mend për këto gjëra. Busti kësaj figure historike u realizua me kontributin e banorëve të zonës. Çeta e bilbilenjve përbëhej nga rreth 50 rinj nga Labëria në momentin e kapjes nga autoritetet turke dhe ekzekutimit me varje në Janin. Ata ishin 13 vet, ashtu sikurse e thotë edhe kënga, bilbilenj të 13 vanë në litar vet.
Guri i bluar në Mokra, tradita shekullore, vazhdon të ruhet dhe të përgatitet me përkushtim nga çifti i bashkëshortëve Zerdeli, nga fshati Kosin i Përmetit. Ky ushqim ka vlera të jashtëzakonshme pasi gruri i bluar në Mokër ruan të gjitha vetitën natyrale, duke arritur të mbajë gjallë shijen e së kaluarës. Në fshatin piktoresk të Kosinës, në bashkinë e Përmetit, vazhdon të ruhet me përkushtim një traditë shekullore, bluarja e grurit në Mokër. Ky proces i lashtë, i cili ka mbijetuar brez pas brezi, kryhet nga çifti bashkëshortëve Zerdeli dhe Gjirgji Jorgji, të cilët e kanë trashëguar Mokrën nga të parët e tyre. Nuk mungon as kënga popullore, teksa përgatisin grurin e bluar, duke i dhënë kështu jetë një zakoni të lashtë. Zerdeli, apo pse mu qele mo qëtani, pe me bukur Zerdeli. Këtë ne kemi trashëgimni nga brezat, kjo të paktën duhet këtë 80 vjeç. Edhe tani që erdhi koha që na duhen të tëra gjërat bio, ne kemi përdorur dhe në familjen më përpara, po tani po na i kërkojnë shumë këtë metodë dhe bëjmë prodhime. Këtë e ka bërë vjerri im edhe vazhdon tradita nga vjera ime e mora unë, tani të shojmë në fund ku do arrim. Prodhohet vit për vit tek ne, është rani ashpër, prodhohet ka parimin e bluarjes në mulli, por kuptohet mokrat janë të përbëra prej 2 gurësh të zi nga dangëllia, her pasere kaliten, ka vegla posaçme që kanë, që e kalisin. Ky ushqim ka vlera të jashtëzakonshme ushqimore, pasi gruri i bluar në Mokër ruan të gjitha vlerat natyrale, pa kaluar nëpër proceset industriale. Mbasi e bluajmë, e kalojmë mirë në sitë, pastaj e mbytim me kos. Edhe e lëm 2-3 orë, pastaj e hapim. Dhe ky është shumë i shëndetshëm, se gjithçka është bio. Bluarja e grurit në Mokër nuk është vetëm pjesë e jetës së përditshme, por është edhe trashëgimi kulturore e zonës. Bashkia e Dropullit ka rreth 190 subjekte aktive, prej të cilave 75 janë regjistruar si biznes i madh. Në këto biznese janë punësuar mbi 1200 punonjës. Në njësinë vendore të Dropullit, me 3 njësi administrative dhe me 41 fshatra, aktualisht janë aktive 190 biznese. Prej tyre, 115 janë të kategorisë biznesi vogël, ndërsa 75 janë të biznesit madh. Në krahasim me vitin 2024 vjet një rritje e lehtë e bizneseve. Konkretisht, në vitin e kaluar kanë funksionuar 112 subjekte të biznesit vogël dhe 73 të biznesit të madh. Rrjedhimisht, për vitin në vazhdim kemi një rritje prej 3 subjekteve për çdo kategori, 6 qësej. Sipas statistikave janë mbi 1200 të punësuar në bizneset e Dropullit, të cilët nuk janë vetëm banor të zonës, por vijnë nga bashkitë e Gjirokastrës, Lipohovës e Mugjer. Gjithsesi, një pjesë e mirë e bizneseve të mëdha në Dropull janë të përfshirë tek bizneset VIP, me një kontribut shumë të madh tek ekonomia e vendit tonë. Njëkohësisht, gjatë javëve të fundit po vjet një tendencë për të kthyer disa dhoma të shtëpive në bujtina. Megjithatë, një pjesë e këtyre bujtinave vazhdojnë të punojnë në tregun informal, duke krijuar shqetësime serioze në organet shtetërore dhe vendore. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës, nxënësit e shkollave të Sarandës u bën pjesë e aktiviteteve të gjelbra. Lidhjen e tyre me këtë ditë e shprehën me organizimin për pastrimin e plazhit të ri në Sarandë. Po kështu, shkolla e fshatit Çuk në periferi të Sarandës u përfshi me realizimin e mbjelljes të ndryshme me përfshirjen në lojra edukative përmes të cilave mësuan për rëndësinë e kujdesit për mjedisin dhe fuqinë e kompostimit. Sot më 22 prill, në ditën botërore të tokës, ju dha konkretësi iniciativës së Bashkisë së Sarandës për mbrojtjen e tokës, mjedisit dhe ekonomisë për një të ardhme të qëndrueshme. Veprimtaritë e kësaj dite, dedikuar kujdesit e dashurisë për tokën, natyrën dhe mjedisin, u realizua nëpërmjet bashkëpunimit të Drejtorisë së Bujqësisë, Zyrës së Mbrojtjes së Konsumatorit dhe DAF në Sarandë. 23 prilli përkon me ditëlindjen e Sheh Ali Hormovësi dhe krijimin e teqes Hormovës, Sheh Hysen Ali Hormova. Kryetari i tarikatit Halveti Shqipërisë ka njoftuar të gjithë besimtarët që për arsye shëndetësore ceremonia në këtë objekt fetar nuk do të zhvillohet me përmasa të mëdha.
Ndjekim sheh Hysen Ali Ormova ka përcjell edhe mesazhin e tij. Ju faleminderit që më dhatë mundësinë të marrë një takim me besimtarë dhe simpatizantë e Keqës Ormovës edhe miqtë e mi. Të dashur besimtarë dhe simpatizantë, dashur miq. Jara sot për të përshëndetur juve, por ndërkohë për të lajmëruar që nesër është 23 prilli që tradicionalisht bëni festën e Keqës Ormovës që lidhet me ditëlindjen e Shalë Ormovës. Për arsye shëndetësore të moshës tonë që nuk e përballojmë dot, nuk do ta bëjmë në mënyrë të tillë siç e bënin gjithnjë, do bëjmë një festë të thjeshtë me një ashure. Kush ketë mundësi mund të vi, nuk është e detyrueshme që të vini atje. Edhe në një telefon mund ta bëni për ta ngushëlluar. Ju faleminderit për besimin dhe dashurinë dhe respektin për neve, të njëjtën respekt ushqem dhe për gjithë juve. Ju urojmë Zotit t'u jap shëndet e lumturinë familjet tuaja, emigrantët të kthehen me shëndet në vendin tonë. Gjej rasti të dashur besimtar për të ngushëlluar gjithë katolikët e qarkut Gjirokastrit dhe Mëngjer për ikjen e Papës, që ishte një figurë e madhe, një figurë botërore me përmasa, njeri human që mësimet e Zotit ai i shndroi në mesazhe për njerëzit për një paqe. Ka qenë kundër luftës, kundër çdo dhune, ka qenë me paqe, ka qenë kundër veprimet që janë antinjerëzore, të homoseksualizmit, të martesës një gjini, të dashurisë të drejtë, ka që vetëm për rrugë të drejta. Kështu që i urojmë të gjithë katolikëve ngushëllime për ta, edhe mësimet e tij u bëshin mesazhe për gjithë neve. Ju faleminderit, kalofshi mirë, ditë të mbar për gjithë juve. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë në këtë kohë.